Përshëndetje të nderuar shikues, do t'jeni me edicionin e lajmeve 21 minutat orës 15. Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj pandehurit Fatmir Sheholli për 2 vepra penale, spionazh dhe shantazh. Sipas akt akuzës, Sheholli nga një datë e papërcaktuar deri më 9 tetor 2025 në cilësinë e personit të rekrutuar nga shërbimi informativ i servisit njohur si BIA, e ka ndihmuar veprimtarinë e këtij shërbimi duke vepruar sipas urdhrave dhe detyrave të zyrtarëve të tij. Ai akuzohet se ka mbledhur, siguruar dhe përcjell përmes mesazheve telefonike të dhëna, informacione dhe dokumente lidhur me aktivitetet politike, gjendjen e sigurisë dhe funksionimin e institucioneve të Republikës Kosovës. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, ka reaguar lidhur me procesin gjyqësor ndaj ish krerëve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës në Hagë, duke thënë se më 16 shtator nuk do të vendoset vetëm për fatin e 4 ish krerëve të UÇK-s, por edhe për mënyrën se si do të trajtohet historia e Kosovës. Në një postim në rrjetet sociale, Qitaku ka theksuar se Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi nuk duhet shihen vetëm përmes përkatësive të tyre politike. Nuk është në burg Hashim Thaçi PDK-s, në burg është Hashim Thaçi i UÇK-s, Hashim Thaçi i Kosovës, ka shkruar Qitaku, duke bërë thirrje që përtej dallimeve politike të vendoset në qendër Kosova. Pas së mbledhjes së kryesisë OVL UÇK-s, përfaqësuesit e organizatave të dala nga lufta kanë thënë se do të mbështesin protestën e thirrur nga platforma Liria ka emër më 12 shtator në mbështetje të ish krerëve të UÇK-s, duke pak para verdiktit final në Hagë. Kryetari i OVL UÇK-s Hysni Gucati po ashtu tha se kanë mbledhur mbi 200.000 nënshkrime të cilat i kanë dorëzuar në gjykatën speciale për të kërkuar lirimin e ish krerëve të UÇK-s. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe të Aleancës, mbështetur edhe nga forumi rinor i këtyre 2 partive, janë mbledhur sërish mëngjesin e së martës para dyerve të qeverisë, nga ku kanë kërkuar kthimin e kushtetutshmërisë dhe vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit. Përfaqësuesit e PDK-s dhe të Aleancës akuzuan kryetarin e vetëvendosjes Albin Kurti se po e mban të bllokuar procesin e konstituimit të institucioneve. Aksionin e tyre të zakonshëm para objektit të qeverisë së Kosovës, PDK-ja dhe AHK-ja e vazhduan edhe sot. Deputetja e PDK-s Blerta Deliu tha se Kurti me ministrat e tij janë uzurpator dhe se Kosova po stagnon, e që pasojat sipas saj po i ndjejnë qytetarët. Ne po i themi sot troq Albin Kurti 2 gjëra. E para qaj dhe ministrat e tij, të cilët janë në këtë objekt, janë uzurpator dhe duhet ta lirojnë këtë objekt. Dhe e dyta, ata duhet kthehen në kuvendet i hapin rrugë krijimit të institucioneve të reja të vendit. Dëmi është shumë i madh dhe ka vetëm një njerëz që sot nuk lodhet për stagnimin në të gjitha drejtimet që ka Republika e Kosovës. Prandaj nga këtu i themi deputetit Kurti që të kthehet në kuvend, të hapë rrugë krijimit të institucioneve të reja, sepse Kosova është projekt shekullor i shumë brezave dhe nuk mund ta shkatroj askush, as deputeti Kurti. Ndërsa deputeti i Aleancës Besnik Tahiri tha se Kurti është shkelës recidivist i kushtetutës dhe se ka bllokuar konstituimin e kuvendit. Porosia është shumë e thjeshtë që shkelësi recidivist i kushtetutës vazhdon të strukët në zyrën e vet. Ai 120 deputetëve të kuvendit Kosovës ja u ka marrë mandatin që ja u ka dhënë populli. Ai, një njeri i vetëm, nuk lejon që të ushtrojmë detyrën tonë si të zgjedhur të popullit, votuar nga sovrani në kuvendin e Republikës Kosovës. Ai e ka bllokuar konstituimin e Kosovës në vetëm qëllim me gjetë diku një derë në mënyrë që edhe pozicionin e presidentit me kap për partinë e vet dhe me këtë logjikën e partisë që udhëheq parti shtet. Mandati është i yni deputetëve që na ka dhënë populli. Këtë mandat nuk guxon as Albin Kurti, as askush tjetër na e merr. Pjesë e këtij aksioni ishin edhe asamblestët e PDK-s në kuvendin komunal të Prishtinës.
Asamblistja Fjolla Vukshina i Reqica tha se mos funksionimi i kuvendit nuk është vetëm çështje e debatit politik, por një bllokat që sipas saj po prek drejt për drejt qytetarët, komunat dhe projektet zhvillimore. Bllokimi i kuvendit të Kosovës nuk është vetëm një debat abstrakt politik, nuk është vetëm një derë e mbyllur në këndërtesë. Pas çdo dite që kuvendi bëhet i mbyllur, është një qytetar që pret. Është një qytetar që pret, një familje që ka një hall, një komunë që ka një projekt dhe një nevojë që mbetet pa zë. Që nga ndërprerja e seancës konstituive me kërkesë të Kurtit, PDK-ja dhe AK-ja kanë zhvilluar aksione të ndryshme në shenjë pakënaqësie për mos konstituimin e kuvendit, si dhe mbajtjes së pozitave qeveritare nga Albin Kurti dhe vartësit e tij edhe pas betimit të tyre si deputet. Nuk ka sinjale se shumë shpejt mund të ketë takim midis kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku për marrëveshje politike për zgjedhjen e presidentit të ri. Edhe pse të dy liderët kishin deklaruar në takimin e fundit se do dalin shumë shpejt me emra konkret të kandidatëve për president, në lëvizjen vetëvendosje dhe në LDK kanë bërë të ditur se ende nuk ka asgjë konkrete në këtë drejtim. Analisti politik Selatin Redkoceri nuk është optimist se mund arrihet marrëveshje ndërmjet këtyre dy partive, pra lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s për çështjen e presidentit. Takimet Kurti Abdigjiku i quan mashtrime nga kryeministri në detyrë. Ndjekim deklaratën e analistit Redkoceri. Unë mendoj që prej fillimit ka qenë mashtrim, për çudi po mashtrohet lidhja demokratike e Kosovës, sepse qëllimi i Kurtit nuk është për të kryer procesin e zgjedhjes apo konstituimit të kuvendit, njëkohësisht nuk është interesuar as për të zgjedhur kryetarin e shtetit, atij i ka interesuar që prej fillimit të shtyj një muaj apo 40 ditë afatin për të shkuar në zgjedhje. Këtë po e bën tani me konstituim kuvendit, dhe sigurisht aty ka i 5 i 6 do të provohet të konstituohet kuvendi, kuptohet nëse partitë tjera do të rrinë në kuvend, në jo ligjore, jo kushtetuese, do të zgjedhet kryesia e kuvendit, do të konstituohet kuvendi. Më pas do të shkohet në procesin e qeverisë, i ka 15 ditë kryeministri, ndoshta do të shfrytëzoj, sigurisht me njëherë nuk do të tentoj ta formoj qeverin, sepse i duhen edhe 15 ditë dhe kështu shkon në atë afatin që ky e ka dashur prej fillimit. E don 27 dhjetorin për të shkuar në zgjedhje dhe e don LDK-n sa më të përqarë. Dhe me gjas është duke i arritur, sepse përveç që nuk don zoti Kurti, njëjtën kohë edhe 7 deputet të Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk pajtohen, përkundër që ata e kanë thënë në televizion, në media se Hikmete Bajrami dhe atë është pajtuar nëse presidenti i Republikës do të jetë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ata do ta përkrahin, por e din shumë mirë, e din Lidhja Demokratike e Kosovës, e din lëvizja vetëvendosje, e din Albin Kurti se me 80 vota sa i ka VV-ja, LDK-ja dhe minoritetet zbashku nuk shkohet në procesin e zgjedhjes së presidentit, sepse vetëm një nëse dështon zgjedhja presidentit, kështu që shkohet në skenarin më të keq në zgjedhjet e 27 dhjetorit. Opozita Ere Korporatës Energjetike të Kosovës ka zhvilluar aksion simbolik para zyrave të Kekut në Prishtinë pas vdekjes së 4 punëtorëve gjatë vitit 2026. Gjatë këtij aksioni simbolik është bërë thirrje për kushte më të mira për punëtorët. Kryetari i sindikatës Re të Kekut, Xhelal Jashari, ka theksuar se punëtorët në Kosovë nuk kanë mbrojtjen e duhur ligjore. Kryetari i sindikatës Re të Kekut, Xhelal Jashari, tha se ky aksion synon të rikujtojë përgjegjësinë e institucioneve dhe menaxhmentit për sigurinë e punëtorëve. Dje, me vendim të kryesisë dhe të Këshillit Ekzekutiv të sindikatës Re, këta punëtorë, Migjen Sadikun, Milazim Binakun, Haxhi Gojnosin
dhe Arbenit Ahmetin, sindikata e re i shpall hero të punës, me mirënjohje post-mortem. Kërkojmë nga institucionet të Republikës Kosovës, nga Korporata Energjetike Kosovës, të respektohet ligji i punës, sepse pa respektimin e ligjit punës, punëtori e humbë të drejten me punue dhe me jetue. Ndoshta me një menaxhim më të mirë, me një siguri më të madhe, sot ata do të kishim në mesin tonë. Ndërkohën kryetari sindikatës Ret Kekut Nexhat Lumnica tha se krahas aksionit para Kekut, sindikata do të zhvillojë edhe një aksion simbolik të mërkurën para Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, teksa kritikoi udhëheqjen e kësaj të fundit se nuk ka reaguar sa duhet për çështjet që lidhen me të drejtat dhe sigurinë e punëtorëve. Ne sot kemi vendosur përveç atyre që tha kryetari dhe i shpolli punëtorë të vdekur aksidentalisht në vitin 2026 Kero, me vendimin e kryesisë të shkojmë dhe një simbolik të bojnë të Bashkimi Sindikatave të Pavarura, përkatësisht kryetari i vetëquajtur, i cili asnjëherë nuk e ngriti zanën për asnjë punëtor. Kryetari i punëtorëve nuk flet për punëtorët. Paramendo kjo tregon qartë se sa aktiv është kryetari i BSPK-s bashkë me BSPK-n e vetëquajtur. Prandaj nga këtu na nismi edhe atje në një aksion simbolik ku do të vëmë edhe fotografinë e këtyne 4 punëtorëve si shaj revolte që nuk ka fol asnjëherë deri me dje, që dje kishim pastir menaxhmenti i Kekut në një takim e ja kanë qitë nërmend që është sindikalist. Nuk i ka ditë as vetë, e as nuk e din që është zgjidh, e nuk flet për punëtorë, e kjo është e tmerrshme. Anise paralajmëruan aksion simbolik para BSPK-s të mërkurën, pjesëtarët e sindikatës Ret Kekut i vendosën sot fotografitë e kolegëve të tyre të vdekur edhe para selisë së kësaj sindikate. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës Adhe Hykolli u është kundër përgjigjur akuzave të sindikatës Ret Kekut, e cila kritikoi për mungesë reagimi ndaj çështjeve që lidhen me të drejtat dhe sigurinë e punëtorëve. Sa i përket akuzave të sindikatës Ret të Kekut, nuk kam në informacioni, për ndryshe ata është mirë të punojnë më shumë në të mirë të punëtorëve, për arsye se ata nuk janë pjesë e BSPK-s, edhe ata do të punojnë shumë që të vinë edhe të bëhen në pjesë e BSPK-s. Siç e dini edhe ju, ata janë të përjashtuar nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, edhe nuk ka nevojë më marr me Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Unë jam në kontakt të përhershëm me sindikatën e elektroekonomisë të Kosovës, ku kemi qenë dhe jemi prezent te punëtorët e Trepçës, i kemi vizituar të gjithave. Para disa ditëve unë kam tregu për rrezikun, domethënë të punëtorëve, jam në non-stop në komunikim të drejtë për të me partnerët social që ne sa më parë domethënë të jemi të përgjithshëm, sa më parë të jemi krah punëtorëve. Gjykata administrative e Kosovës ka vendosur në favor të komunës së Prishtinës pas një padije të cilën e kishte bërë Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal më 2024 ndaj vendimit të komunës për themelimin e 3 drejtorive të reja. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka kritikuar vetëvendosjen, duke thënë se përpothuajse çdo iniciativë që ka marrë kryeqyteti është bllokuar nga kjo parti. Rama ka ndarë në postimin e tij një vendim të gjykatës administrative, ku bëhet e ditur se kjo gjykatë ka refuzuar një padijë qeverisë, duke shkruar bllokues në pozit, bllokues në opozit. Kryetari i Prishtinës Rama ka akuzuar qeverinë në detyrë për bllokimin e projekteve në kryeqytet për punimet e ndaluara në hapësirën përreth Bibliotekës Kombëtare të Kosovës dhe inspektimet e nisura ditë më parë. Rama tha se bëhet fjalë për çështje ligjore dhe se komuna do të përballet me vendimet që i konsideron të jashtëligjshme.
Para 2 dite erdh dokumenti ose vendimi i përcaktimit të zonës të kontrollume, pra të kufizume për monumente. Çka do me thonë kjo? Do me thonë që çdo gjë që unë kam thonë tash 3 vjet, që të gjitha blokadat, të gjitha sabotazhat që kanë qenë të jashtëligjshme, vetëm se është konfirmu para 2 dite. Pra, sepse ky vendim që është marrë para 2 dite tregon që nuk ka pas asnjë vendim të tillë para 2 dite. Ne normal që do të ballafaqohemi me gjitha këto vendime të jashtëligjshme, do t'i luftojmë sepse krejt çka ne po dojmë bë është një transformim i mirëfillt për qytetarët tonë. Ka vdekur në moshën 78 vjeçare veprimtari dhe njëri prej themeluesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës Etçrem Kryeziu. Lajmin e ka konfirmuar kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku. Përmes një postimi në Facebook, Abdigjiku shkroi se Kosova sot humbi një intelektual të shquar, një veprimtar të orëve të para dhe një shërbyes të përkushtuar të institucioneve të saj. Kosova humbi njërin prej figurave të saj më të rëndësishme, ndërsa Prizreni, një prej personaliteteve që e përfaqësoi dhe udhëhoqi me dinjitet, shkroi Abdigjiku. Kryetari i Prizrenit, Sheqer Tota, i ka shprehur ngushëllime për ndarje nga jeta të ish-kryetarit të Prizrenit Etçrem Kryeziu. Tota e ka vlerësuar Kryeziun si një intelektual, profesor dhe veprimtar të shquar, duke theksuar kontributin e tij në historinë e re të Kosovës si dhe në zhvillimin e qytetit të Prizrenit. Me dhimbje të thellë morëm lajmin për ndarje nga jeta të intelektualit të shquar, profesorit dhe veprimtarit të dalluar, profesor doktor Etçrem Kryeziu. Profesor Kryeziu la gjurmë të pashlyeshme historinë tonë të re si një nga themeluesit dhe figurat qendrore të Lidhjes Demokratike të Kosovës, si dhe në udhëheqjen dhe zhvillimin e qytetit të Prizrenit, ka shkruar Totaj. Boksierja Donjeta Sadiku, pasi siguroi medaljen e bronz, lufton për të argjendën apo të artën në lojrat mesdhetare Taranto 2026. Nesër Sadiku në gjysmëfinale ndeshet me greken Sofia Legati. Kosova pas 5 ditë aktivitete në lojra mesdhetare Taranto 2026 arriti deri tek medalja e parë. Boksierja Donjeta Sadiku në konkurrencë të fortë ka siguruar medaljen e parë për Kosovën në këto lojra. Sadiku në një mes të fortë ka mposhtur turken Esmanur Lok për të stëllisur së paku me medaljen e bronzit. Ky sukses është motiv shtesë për kampionën tonë, e cila tashmë ka shtegun e hapur për medaljet e argjend apo të artë. Të mërkurën e kësaj jave në gjysmëfinale, Donjeta Sadiku do të përballet me greken Sofi Legaki. Në rast se kalohet kjo pengesë, atëherë Sadiku do të siguronte medaljen e argjend, si dhe kualifikimin në finale për të garuar për medaljen e artë në këtë aktivitet prestigjos sportiv. Kosova në lojrat mesdhetare Taranto 2026 përfaqësohet nga 163 sportistë, prej tyre 87 meshkuj dhe 76 femra në 21 sporte të ndryshme. Në sporte kolektive, Kosova përfaqësohet me futboll U21 meshkuj dhe U18 femra, handball, volejboll dhe basketball 3x3. Në sportet individuale, atletik, badminton, boks, ciklizëm, judo, kajakim, karate, mundjo, padel not, peshkngritje, ping-pong, shigjetari sportive, tekvando, tenis dhe triatlon. Deri tani, pos boksierës Donjeta Sadiku, sportistët tanë në disiplinat e ndryshme nuk kanë arritur ndonjë rezultat që do të ishte shënuar si sukses. Kosova pret më shumë optimizëm edhe nga judo që të fitojë medalje për ta kurrizuar këtë garë me paraqitje të suksesshme. Lojrat mesdhetare në Itali Taranto 2026 që kanë filluar me 21 gusht do të përmbyllen me 3 shtator. Nderuar shikues, këtu e përfundojmë këtë edicion lajmesh. Ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.